More, nuk ndryshon, më dëgjoj, sepse prapë nuk po e kuptoni ose s'dëshironi ta kuptoni. Po them edhe një herë. Janë qytetarë që janë të friksuar dhe japin votën për shkak të vendit të punës. Por një sekond, në momentin që Berisha mund të krijonte këtë lloj perceptimi që ai ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe madje duke qenë ngrata arriti të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qytetarët do thonin, po deformon një realitet. Halli i këtyre është qysh mos përfundojnë në burg me familjarët e tyre dhe me enturazhin që kanë përreth. I Edi Ramës dhe i Sali Berishës janë në atak nga spaku për shkak se kanë kaluar dhe ca limite që ato Amerikanë, ku është rreziku Amerikan? Rreziku është Amerikan sepse institucionit SPAK jo vetëm i kanë ndiku, po e ka forcu institucionin që të veproj për hallet dhe për hallet atyre, se ato nuk kanë legjitimitet të veprojnë në Shqipëri. Dhe halli këtyre dhe debatit dhe me lorë sot është, çfarë do të bëjnë këto pas 11 majit? Dhe këto e kanë shpallë koalicionin anti-SPAK që sot. Ipsen, një pyetje. Ky është halli këtyre reali dhe nuk janë këto te këto objektiva që thot Bici, nuk janë në këto objektiva. Le të bie me këmbë në tork, nëse e djatha fiton pushtetin, sa punojnës në Kukës, në qarkun që ju jeni, madje keni jetuar, nuk e di jetoni apo jo, mund të rrezikojnë vendin e tyre për shkak se ata që kanë punuar për Partinë Demokratike, antarët e Partisë Demokratike, kryetar Degësh, nuk ndodh. Po ndodh se dim shumë mirë. Po shumë rrallë ndodh dhe bursa, unë kam një jetë që jetoj atje. Kur në fushata elektorale ndodh, a di ku ndodh ajo? Kur ndrojnë fushatat elektorale, kur ndrojnë krahët, ku ka lëvizje. Po pjesa më e madhe e administratës, unë ta jap edhe me shifra, pjesa më e madhe e administratës, mësuesi, mjekësi etj nuk lëviz më. Pse nuk lëviz? Për shkak sepse ka një stabilitet. Kjo bëhet fjalë në bashki për shembull, institucionin, po do lëvizin drejtues të burg. Kanë lëviz dhe do lëvizin vazhdimsi. Ose edhe drejtues të lartë institucione. Erdhi Eduard Shalci drejtues politik dhe shkarkoi drejtorët e ndryshëm në Kukës Marburri dhe për shkak të përplasjes. Po nuk ka jo administrata, drejtorët janë nuk konfliktuar. Po pikërisht që po themi që në çfarë niveli. Por ne po e themi tani të shkoj tek ajo që pyetët. Dhe tani të shkoj tek pjesa tjetër që pyetet për sa i përket çfarë do ndodh me Partinë Demokratike. Unë mendoj që zoti Berisha dhe ajo çfarë ka ndodhur me listat e mbyllura dhe me emrat që janë vendosur në listat e mbyllura, por hir të së vërtetës, për fat mirë apo fat keq, këto le ta gjykoj publiku. Unë mendoj që kjo është një listë, e kam thënë edhe nëse s'gaboj 1 apo 2 ditë pasi është janë publikuar listat e mbyllura, e kam thënë që kjo është një listë e zotit Berisha përpas datës 11 maj dhe jo për 11 maj. Pra, nuk është listë për të parë dhe për të bërë Partinë Demokratike. Eksakt. Pra, sepse do gjendet një formë, ndoshta për të mbajtur zotin Berisha apo një të besuar të tij. Zoti Berisha tregojnë që kjo punë, unë mendoj që Berisha do të tërhiqet dhe s'ka ku të shkojë pa u tërhequr. Pse? Sepse e ka të sankcionuar në statutin e tij. Por do të gjenden ashtu siç por do të gjenden thotë kur i humbet dhe kur mi vjedhin. Po pra, këto po thoja, do të gjendet një formë tjetër nëpërmjet edhe të besuarve të tij. Nuk vlen ato gjitha këto statutuare. Do të gjendet forma për të qendruar në pushtet. Edhe gjithë kupola oligarkike është turk kundra Sali Berisha turk kundra, ky thotë mi votën edhe nuk e zbatoi statutin. Po se këto nuk zbatojnë, këto nuk e njohin statutin në burg. Elezi, sa unë kam jetuar e di pse jam unë atë parti, se nuk njohin asnjë lloj rregulli. Edhe në Kot Lulzim Bashës edhe sot, e kanë çbërë në ana institucionale. Një mekanizëm që çbëhet nga ana institucionale nuk ka asnjë rregull. Ai deklaron të parin e ish në lista e nxjerr fare. Duke qenë zërasiu brenda partisë do ishte shumë më ndryshe sa. Po kam bë burrë, kam bë, nuk pyesin për zëra më burr, se ja kam thënë Sali Berishës rruga për të fituar ndaj Edi Ramës është të forcojmë partinë. Jo thot, rruga për të fituar ndaj Edi Ramës është ta kthejmë partitë familjes time. Kjo është alternativa që na ka vënë tavolinë. Tash si që do bëjmë ne? Do rri unë aty të shoh se si do marrim ca deputet dhe do bëjmë argitën, do e kthej ky parti familjare, partinë që është partinë e parë opozitare që kanë ndërtuar argita të jetë kryetare? Po bëno ka dush, po për parti e ka kthyer parti familjare. E kupton ti ajo, dalin e kthejnë atë. Nëse do të ishte ashtu edhe me zotin Basha ishte parti familjar atëherë. Të shumë kush kështu edhe me emërimin. Zoti Basha e ka kthyer Partia Demokratike të paktën deri në 2013 ka qenë institucionale sepse nuk ka mundu edhe Sali Berisha nuk e ka pas kthyer. Në 2013 kanë marrë hapat e parë. Sokol Oldashi ditën që ka pas për të shpallë emrin, unë nuk e kam kuptuar në atë kohë. Ta them sinqerisht, kjo parti rrezikon të kthehet familjare. Dhe kam thënë që kthehet vëlla familjare, kjo se s'ka mundësi për të kthyer familjare, do ta shohësh.
Po ta them me përgjithësi se ja u kam thënë në atë kohë dhe tjerëve që është kjo familjare. Elisi, tek 11 maj, kemi diskutuar vështirësitë që u krijon kodi i partive të reja, sa do të arrijnë të përfaqësohen në kuvend? Gjithë narrativa që këta krijojnë që partitë e reja po dëmtojnë Sali Berishën është narrativë rrejmë me gabuar. Sali Berisha po ka dëmtu veten e vet çush kur ka ndryshuar objektivin e opozitarizmit. E tha zoti Bici pak më para që pse ka zgjedh deputet se si unë do rezistoj, pra si do mbrohen pas 11 majit. Dhe ti kur thut si do mbrohen pas 11 majit ti e ke shit betejën opozitare. Dhe ky është dëmi themelor i gjithë opozitarizmit në Shqipëri. E dyta, partitë e vogla po bëjnë një diçka, po kërkojnë vota që si merr Berisha. Se qa dëmi i bëjmë Berishës ne që marrim vota anti-Berish dhe anti-Rama, këtë nuk e kuptoj dot. Këto vetëm analistat që flasin pa u marrë njëherë me fashat elektorale dhe me kategorinë e njerëzve që votojnë, dalin edhe flasin me përqindje kot. Se po mos t'ishin këto, do t'i merrtin. Si i merrti? Votat që lutët, si mund marrësh votat ti Arlind Qorri, votat e Sali Berisha lë votat e Arlind Qorri. Ose Tom Doshi. Shefi i Partisë Demokratike. A mund të them një diçka ajo? Votat e Tom Doshi. A do marr vota demokratësh? Po vota demokratësh ai merr një fashë të caktuar, Pikërisht pra këtë nuk votojmë. Po pse mendon ti që votat që do marr unë, supozojmë shumica, mund shkojnë gjysma, mund shkonin, po gjysma që ma japin pikërisht përqendrimeve. Unë nuk po kërkoj votat, sot unë po kërkoj votat që mendojnë kundra Sali Berishës dhe Edi Ramës. E kam edhe në fletë të votimit, e kam edhe në fletë palosje. Vlla, kush do të votoj mu, voton kundra këtyre dyve. Unë s'dëmtoj Sali Berishën fare, një është mashtrues. Nuk kam dalë të kërkoj në emër votat Sali Berishës, kam thënë kërkoj vota për gjithë ato njerëz që besojnë që të dy janë mashtrues. Unë nuk kërkoj, si e dëmtoj unë Sali Berishën. Paftyrësia e këtyre që thonë po na dëmtojnë është paftyrësia më e madhe. Sepse a di kur unë t'isha në kratë Sali Berishës, ose të maja një politik pro Sali Berishës, t'ja merrja votat dhe nesër t'i dredhoja. Nuk është kjo situatë. Situatë mashtruesi mund tjetë në një parti e tjetër aty që nuk deklarohet për qëndrimet e veta para dhe pas zgjedhore. Por kur unë dalë e nxjerr flet palosje, dalë flas kaq kohë për gjithë sistemin që Sali Berisha po i shërben si pateris dhe është ndërthurur, më shkurt. Unë e kam vërtetuar në 2018. Partia Demokratike, Sali Berisha, Lulzim Basha dhe Edi Rama, tetra u bën gjithë bashkë. I mblodhi kastrati i bëri bashkë kokë në kokë. Dhe Sali Berisha, i cili bërtiti në protestën e parë, në protestën e dytë u zhduk më në qarkullimi kur vudi traun Edi Rama. Pse? Sepse lidhet e Sali Berishës të qënë të kastrati. Dhe pse i dola kundra? I dola për këta... E kupton ku është thelbi. Sa do të përfaqësohen partitë e reja në kuvend? Partitë e reja sa të kenë mundësi njerëzit të ndryshojnë mendimin, se ne nuk kemi... Kjo nuk është garë vrapi, edhe po bëjë stërvite unë po ja fusë vrap, edhe ja kalova unë dikuj. Për llogaritjet, sondazhet e brendshme tuaj. Për llogaritjet paktën ne si koalicion djathash për zhvillim. Deklarimet i kemi pas të qartë, që ne jemi në thelb kundra kësaj që kanë ndërtuar këta. Dhe e dyta, mendojmë që edhe pse njihemi më shumë individualisht se emri i koalicionit, ne do të mundohemi të paktën ta kalojmë një deputet përfaqësimi këtu për këtë kohë kaq shkurt, se ne kemi 1 muaj e gjys, 2 muaj që po punojmë. Ku mund ta kaloni këtë deputet? Në Tiranë, pra, mund të jetë edhe në Fier, mund të jetë edhe më është edhe në Vlorë. Ne jemi kandidat, unë po flas për Tiranë, po jemi pretendent serioz edhe në Tiranë, edhe në Fier, edhe në Vlorë, edhe në Elbasan, edhe në Durrës, pra në Qarqet e Mëdha, edhe në Korçë, edhe në Shkodër mund të jemi. Po unë po them aty që kemi shanse reale janë Vlora, e cila normalisht është në një situatë tillë ku ka kandidat fort si Kulluri dhe Arbi, është Agalliu, është Durrësi që ka eksponent të fort që mund mbledhin vota individuale. Ku do të arrijë vota juaj nëse do të duhet për krijim vota jone kemi thënë ashiqari, ne nuk bëjmë koalicion mas, ne bëjmë koalicion provizor. Koalicioni provizor, gjithë votave opozitare shërben për të ndryshuar rregullat e lojës, jo siç do Berisha dhe Rama, dhe e dyta për të shkëput pushtetin e Ramës për paktën një vit, apo flasim për influenca pushteti. Dhe jemi detyruar një koalicion gjithë opozitar, po jo të Berishës, për të bërë 2 gjëra, për ndryshuar rregulla loje dhe për të shkput influencat e Ramës. Dhe pas një viti zgjedhet reja, patjetër. Koalicion gjithë opozitar, por jo me Ramën. Kjo është e jo me Ramën, mo çfarë? Kjo është e prerë. Me Ramën tash mos lëna më burr tash më na mos. Si e mendon këtë? Tash ç'është ajo, po do llogarisësh koalicion me Ramën, ke ti ke marr fund. Por zoti na ruajt se, shiko,
ka një 2 ditë që po Kemi shpëtimi elaborojët... Drizina që ka dhënë shumë herë vota me për Ramën, është brenda PD-s edhe sot. Po flas për këtë tonin. Prandaj them, prandaj bëra si pyetje. Unë flas për njerëzit me cilët kam bashkëbiseduar në koalicionin e njerëzit janë të vendosur. Më mirë e bëjmë pyetjen dhe nesër nëse kanë dhe Partinë e Lirisë, por ti ke edhe Gazbardhin që ti spyt fare se këto janë pa shtyllë. T'ja kujtoj, këshilltarët e Durrësit të Partisë së Lirisë bashkuan votat dhe socialistët një ditë më parë, sot janë në koalicion për zgjedhjet e përgjithshme me demokratët, po Amadaj. Mirë ne se ishim në kushtet PD ose PS, tani na janë shtuar dhe këta të tretët që thonë as PD, as PS, po fituam ne zgjedhjet parakoshme. Po do ulesh Ramën me numër deputetësh më patjetër. Por që të rritë në zgjedhje u burr. Po si të rritë në zgjedhje, çfarë di demokraci? Njëri i mirë, njëri i keq, ose fitoni. Çfarë di demokraci? Ne bëjmë 4 vjet të flim gjumë, po çfarë është demokracia? Demokracia është përballje elektorale. Është destabilitet. Ç'është destabilitet? Përballje elektorale është stabilitet. Jo, avokat. Përballjet elektorale çojnë në stabilitete, nuk çojnë destabilitete, sepse kur deformohet vullneti është elementi i parë destabilitetit. Thoni që ne do fitojmë, do qeverisim, po dili thoni do marrim 2 mandate, dorëzojmë qeverisin. Ne do të marrim kaq për të bë betejë. Ore shok, un po të them, un jam për të bë betejë në parlament. Un po them do ndihmoj sa mund në këtë betejë që se bën pjesa tjetër. Un nuk kam thënë që ne mund të arrijmë për një kohë kaq shkurt të ndryshojmë raportet politike, është e pamundur. Do të rrejun ty. Ka nga ato që thon 71, 72, 73. Unë them, ore zotri, më jep zonë, dal në parlament dhe të flas për atë bankën që e hape Dirama me Sali Berishën, e të flas për ato gjëra të tjera. Çfarë të them unë, të rrej. Ai si tu kisha në studio. Nësi e jonë. Kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, por edhe për këtë javë. Kemi qenë në transmetim të drejt për drejt nga ora 17 duke u ndalur tek zhvillimet kryesore. Sigurisht ato nga SPAK kanë marrë një vëmendje të shtuar, e po ashtu edhe debatet, zhvillimet politike, prezantimi i kandidatëve, por edhe premtimet që vijnë nga palët respektive në këmbim të votës së 11 majit. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, natën e mirë.